Formalisht ka qenë ashtu, esencialisht ka qenë një parti, domethënë ka qenë LDK-ja, edhe që ka dominu 99% skenës politike, edhe në atë kohë kur unë kritikoja LDK-n, ka qenë më të mërshme se sa në kohë të lidhjes komunistëve me kundërshtu lidhjen e komunistëve? Fala, gote, ma se në kohën e lidhjes komunistëve, të shtishin burget, po mundaj bëjshin, po me gjithat kishe dikun përkrahje në popull, nuk kanë të moshe, nuk qushe tratar. Nuk linqoheshe. Nuk linqoheshe. Tash është situatë këtë tjetër. Në kohën e Ibrahim Rrugovës, të linqoheshe, dhe më thonë... Po jo për Ibrahim Rrugovës, ha? Jo, për Ibrahim Rrugovës, më kujtojnë... Sa s'ka qenë njeri kështu që... Dhe më kujtojnë një situatë me Latif Berishën, profesorin Degë Mitrovic, mbledhën kryesia e Lidhjes Demokratike në Mitrovic, edhe dojnë mu mleqit. Për shkrime kritike për Ibrahim Rrugovën, edhe e ndjeri Latif Berisha, unë se kam ditë, ma ka të reguë këto ma vonë Abdullah Kelmendi, që ka qenë aty në kryesi, edhe thot e nisin këta po më daj propozimin për me mleqit, edhe i thot jo zban. Dhe po për kritikon Ibrahim Rrugovën, anë edhe mirë banë që kritikon. Po të kritikon ty, e i kanë thonë, me gjithë se Latifin se kun kritikuën, asë njëherë, po këta i pas kanë thonë. Edhe në edhe ty, anë edhe mu mirë është me më kritiku. Ka thonë, edhe na nuk banë me leqit. Dëmon ka kundërshtu leqitin, dëmon ka shku në atë kohë me të shpallë LDK-ja që ti je, dëmon, tratar, je, kun me të qitë, u konë shumë ma keqë se sot për shembull me të luftuve të vendosja, apo të këja, katastrofë ka qenë.